Knatësi, zoti Daudaj, të kem në studio. Faleminderit shumë për kohën. Hajde të lutem. Kjo është vendi për ju. Faleminderit që... Faleminderit, respekt. Faleminderit që na erdhe sot. Dhe besoj që... Të lutem, knatësi për ne që gjete kohë të na vesh në këtë pasditë dhe të flasim, siç po thoja edhe shikuesve, edhe për atë rastin që jam e bindur ke marrë mira falënderime, fillimisht nga personi që i shpëtove jetën, por edhe të tjerë që ishin aty. Sa po je kthy edhe prej Amerikës, a? Po, ka 10 ditë që jam kthy prej Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku isha në pushim të djali. Po shkoje për qejf? Është një vizitë të djali. Të përshëndes shumë për një pushim. Si kalove? Ishin mirë? Mirë, ishte pushimi mirë, por nuk e besoja që në një rrugtim do të më përcillte edhe puna ime që aktualisht e bëj... Që 30 vite, a? Ishtë një kushte shumë të jashtëzakonshme, një lartësi jashtë madhe mbi detare, me ndodhë gjithë ato sfida. Ti sa tu mendu që po marr pak pushim për iki prej punës, po shkoj po ushoj me djalin, po e shikoni, janë disa profesione që s'kanë orar pune, nuk kanë vend pune, kështu që kurdo, kjo është e bukur, prandaj unë gjithmonë them, janë disa profesione, një ndër ta edhe të mjekësisë, mantelbardhëve, që duhet përullur gjithmonë edhe duhet u dhanë gjithë atë mirënjohjen tonë si qytetar. Pa ju nuk kemi jetë. Po thoje që nuk e kishe prit as pak, ishte një fluturim i gjatë, drejt Amerikës. Nuk e prita në ato momente. Në të satën orë të udhëtimit, vrejtë e shqetësimet e para. Ishim diku në orë të 6-7 fluturimit. Do me thonë, faktikisht orët e 6, mendoj që është ora 6, ashtu 5-6 aty dikun, sepse kishim edhe 3 orë për të mërrit bërtë. Bashkë me familje i isha jullën e karikat e fundit të aeroplanit. Në më thonë, mbështetëset e fundit, mbrapa neve s'kish asnjë pasagjer. Në ndërkohë, fluturimi nuk ishte edhe i zakonshëm. Kishte shumë turbulenca, pastaj ramje, zbritje, dhe me tregu drejten, për ata që kanë fobi në ato momente, është një moment... I sikletshëm. Por që në fillim të aeroplanit bëjë një rmuj. Po i thëmë djalit ashtu, me që edhe djalin a shëqante, thash, me qenë mirë me shqu për para se diçka është të ndodhë atje. Edhe djali vrapoj në fillim të aeroplanit, mirë po si ordesat vazhdimisht njësëshin që mu ullë se cilin e për ullëse. Edhe kum pa që ata po kërkojnë ndihmë. Djali në ato momente, o stebe, dhe më thotë babi, tha, po kërkojnë ndihmë, tha, një pasagjer është shumë keq. Thash, nuk ka problem, në muj me ndiku, ose muj me ndimu me apo të temen, në kushte qari jemi, mirë po momentin që fillojmë dhanjen e ndihmës parë, momentin që fillojmë pacientin me këthy njëtër, një vogjana që ashtu që vërtet duhet bëhen, atër unë e përgjithsin duhet ta marrë mbi duart të mia. Dhe disha që ishte një përgjithësi e madhe, sepse çdo që të ndodhë, përgjithësia bike mbi mu. Prandaj, po them, ishte një heroizëm i madh, sepse në ato kushte, kur njerëz luftonin në karrika për balancimin e tyre në ato momente kritike, dhe unë përballaj me jetën e një pacienti me të afruar aty, Offer Richardit, ishte bashkëshortja e tij dhe e pyeta se çka ka ndodhur. Na kanë shku disa sekonda ashtu kanë përkuntu, kur Richardi është rrëzu në ato momente. Edhe bashkë me djalin, e kemi tërhek, po pikërisht është kjo ajo foto ku e kemi tërhek bashkë me djalin Richardin e pjesën e sipërme të avionit. I kom mbyll perdet. Ka ishte shqetësimi i tij? Ka përndopte me... Fillim ka qenë një dërsitje ashtu, ka qenë një mirë po kur mora tensiometrin, mora perimetrat nga Richardi e pash që Richardi zemra tine në ato momente ishte në arrest dhe kishte pushu. E kam vendosur Richardin që po shihet në këtë pozit, që i thojmë ne anti-Trendelenburg, me pozit atyt, edhe kom kërku me njërë oksigenin për shkak që në ato momente ishte shumë rëndësi të mbroj truni. Dhe më thonë që mos në shkon që të nga deserebrohet ose diçka tjetër, që mos të kemi qasje, sepse si zemrën mund të aktesh, por nëse se këten edhe trunin, se ki trujtën atërë është ma problem. Edhe në është ofru boca oksigenit, edhe gjitha pajisje që unë i kom kërku, edhe për herë të parë, jam shokull që një mjekësi moderne, një aeroplan të modern, një linjë si që ishte Austri, atje mos të ketë në bord, mjek, shumë i... Dhe mos një fluturim ka shtë gjatë? Shumë i çuditshme. Edhe një rënon kom fillu me oksigenu, një rënon tjetër, si që po shihet në dorën e majt Richardit, kam vendos një kanil, që i thojmë ne,
edhe kam fillu me barna intravenöz. E kom po që frymorja nuk i kthehej, vedia nuk i kthehej, kom fillu disa cikle me masazha, pastaj me një anafru prej bordit, gjitha çantat që jëm befasu dhe vetë me ato mbishkrime, më ka duk sikur ato çanta kom hap çdo minutë në kohën teme. Do të thonë çat çantat kanë qenë të përgatitur mirë, me gjonat që kom pas shumë lehtë me veprue, edhe në këto momente asnjë sens se kom mendu përveç përgjithësisë edhe qysh me shpejturi që ndryshime të jetë. Ka zgjatë diku një 45 minuta edhe kom pa që ka mes 45 minuta që nuk kishte rrahje zemre. Jo, fillimisht ka fillu një frymorje e vogël spontanës që t'i kthej Richardit, mirë po vedia jo. Vedia jo. Filloj pak ashtu ngjyrat kthehej, filloj, por komunikim me vedije nuk kishte. Edhe pastaj në atë vi venoze, kom qitë edhe një infuzion, shpëshjet instaluar atje në anën e sipërme, e kom marrë, e kom verifiku se çka është, e kom bërë që është një treti fiziologjike, edhe aty kom vendos një 15 mg efedrin, që mendosha që pak të arrijat tensionin e. Kanë kalu edhe në 15 minuta ashtu, Richardi nuk u zgjojke, nuk kishte vedije, mirë për frymorja spontane është kthy edhe pash që është gjithçka mirë në jetë, edhe i them e kujtoshit. Edhe atyne që Richardi po kthehej sërish në jetë, atëherë kom largu perden që ta tras djalin, sepse ishte në kuadër të pasagjerëve. Andaj edhe aty kom pa të brohuritit edhe dorëtëgritit e parë që me të vërtet më kanë bërë shumë më mirë, edhe kom pa që në ato kushte vërtet jashtëzakonshme në qiell, ku ballafaqojshëm me një sfidë ashtë madhe, me një fluturim ashtë vështirë, me kthy një jetë për mua ka qenë më shumë se mrekulluese. Mrekulli dhe fat shumë i madh për Richardin në këtë rast, që ka pasur fatin të jetë në një fluturim me ju dhe keni qenë prezent. Kur filloi të këndellej dhe ta marr veten ai, sigurisht kohë keni pasur mjaftueshëm se në ajër fluturimi duhet këtë vazhdu gjatë gjithë kohës. Cilat ishin fjalët e tij të para, apo a ishte me vedije se çka ja kishte shkaktuar atë, ose se si kishte përfunduar deri në këtë gjendje? Para se të kthillej krejt, ka kërku të jepet diçka me pi, edhe kom pa që një prej stewardeskave ka fru gjus. Edhe i kom thonë jo, në këto momente mundem i fru veç ujë, edhe më ka thonë pse, i kom thonë sepse në këto momente nuk kemi të bëjmë ndoshta me një hipoglikemi, edhe nuk kemi mundësi me matë, ka thonë një prej stewardeskave aty se na e kemi edhe aparatin e glikemisë, atëherë kur kemi matë, glikemia ka qenë diku 15.9, do më thonë një shregullim total i organizmit, do më thonë edhe aty kom bu një hap shumë të mirë, se në ato momente sikur t'i kishim dhënë gjus, atëherë ishim fut me një shkallë halamat ult hipoglikemisë edhe pak më vështirë me ordetin një anamnezë që ju shkuat në hap të sigurt që vetëm ujin mund të konsumonte. I kemi dhënë ujë, kishte qenë me të fejume në muaj të mjaltit, edhe thot që nuk ka pi, as nuk ka marrë as një medikament për anamnezës që ja kom marrë, gjithçka ka qenë rregull, ka qenë një frikë shumë e madhe prej bacicave, që thashë dhe bacicave, ka qenë fluturim pak më jashtëzakonshëm kështu, edhe sigurisht ajo frika vetë ka bua mirë, po kur e kom pa buzëqeshjen e tine të parë, edhe kom pa që me pa hezitim ashtu ka fillu pak një hap syt, kur i kom thonë çeli syt Richard, se është gjithçka në rregull, atëherë kom pa me të vërtet që do me thonë që një njeri mu këthyn prej metra dhe njetë, sepse aty për aty thuja kishte vdek. Ishte i vdekur. Ndërkohë, kur u dha ky lajm i mirë që ai po këndellej, po hap syt, ovacione kishte dhe pasagjerët ishin të jetë mbështetës dhe të gëzuar, duke të falenderuar ty për gjithë këtë gjestin human që bëne. Çu shumë jeve kur ishin pasagjerët e tjerë? Hapi im ka qenë shumë i nxituar dhe shumë i menduar momentin kur Richardin e kom marrë prej ulsave dhe kom qitë pjesën e parë të bordit. Ashtu edhe më herët në kushte moderne, në një fluturim modern, me pa 500 vetë, 500 pasagjerë ashtu sa kanë qenë për rreth, me pa që nuk ekziston ekip mjekësore është problem. Unë isha në veshje civile, veshur, një tensiometër në dorë, edhe me siguri se çdo njeri në bord e ka vret që është dikush që po do me ndihmu në ato qose, sepse në ekuipazh nuk ka pjesë personelit mjekësor. Pakte një motor, ose një teknik, ose një... jam shumë i shokum. Ka pas falendërimi për gjithëve, falendërimi për familjes, për jumës Richardit, personalisht,
edhe ka qenë një avantazh për neve, kanë kërku bordi që ne u kalun klasën e biznesit ma tje, dhe me pas situatën pak me që i shkru një kaos ashtu dhe me bo një farë balansi, ku më thonë, unë vazhdoj me qëndru prap në ullësit e mija, sto ike poshtë. Në fundit. Edhe nëse ka me pas diçkat në ato momente, me intervenua si diçkat, sepse isha shumë i skeptik. Skeptik. Isha skeptik se edhe vetë pak e kam ashtu fëbi fluturimin, edhe s'mujsha me besu në ato momente mes me pas mirë, po e jemja ishte që në ato momente duesha me intervenu dhe me bu diçka për jetën e tine një 31 vjeqari. Për mu ka qenë sfidë sikur të ish Amerikan, sikur të ish Shqiptar, apo sikur të ish Romanës o Portugez, për mu ka qenë një jetë e njeriut. Mirë për në këtë raste, i falenderuar Allah që kemi pas mundësi me shpjetu një aleat tonin, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës dihet që kanë bërë shumë për neve edhe më ju shpjetu një pasagjer një jetë tyne, është një farë krenari edhe një farë falenderimi për ta. A rrite që të shkombesh ndonjë kontakt me Richardin, e që mbase edhe pas fluturimit, ose këto ditët në vijim, jeni shkëmbyer me mesazhe ose... Kur kemi zbrit në bord, kam mendu që sigurisht qasjat e ekipazhi ka qenë edhe jam prapi befasum se agensioni absolut nuk ka reagu, pse asnjë njeri nuk ka prit na bashk krah për krah me Richardin kemi dalë ku ndihmu dhe në bord derisa kemi zbrit. Falenderimet gjithë se cilit kanë qenë mirë, po ka qenë munges agencionit, nuk e kuptoj pse ka qenë na unë e punën teme që e kumbo mirë ma humane, dhe me thonë për mu dhurata edhe me njoja me e mirë njetë ka qenë që Richardi është këthy njetë edhe ju kom dërzu ekipazhit poshtë. E dur të lira ashtu ka jetës me kom veta. Shqetësu se kjo, për ata që mund të kenë përvojat të tilla, lëre në avion, po edhe në momentin kur mbri në aeroport, mos jetë një ekip mjekësor që ta përcjell gjendjen edhe më tutje. Ka qenë një shqetësim pak, ka qenë një shqetësim pak për mu, sepse në fund më është ofrue që ta bëj një medical rapport, ose raport medicinal që i kemi na, me perimetra, me ato gjana ato, pak më ka frigu se mendosha që në ato momente mundet me ndodhë prapë diçka me Richardin. Edhe në fond, sigur që kisha mu ballafaqu me stafin poshtë. Mirë po nëse disha që mënyrën më të mirë të mundshme e kisha bo punën, nuk e kisha frikë, e kom përpilu raportin krejt me gjitha medikamentet e gjanat e ranimimit e punën që e kom bo në ato momente, edhe ju kom dërzu ekipazhit, edhe ju kom thonë që unë jemi gatshëm bashkë me raportin me përgjigj kushdo që ndel përpara. Pra, kur e din që je pastër, për pos mirënjohje falenderimeve që morën nga ata që ishin në atë fluturim, kjo nuk u la pa u vënë re edhe prej të parit të komunës së Deçanit, i cili edhe ju dha një mirënjohje për gjestin human që kishin. Po, i pari ishte ai komunës Deçanit, zoti Bashkim Ramos, e cilin e falenderoj nga zemra për një mirënjohje, sepse për mua ishte më shumë se privilegj. Pastaj rriti dhe mirënjohja prej institucionit spitalit për gjithë Shëmpe, drejtorit ekzekutiv Dr. Fari Hasanaj, të cilin e falenderoj shumë. Është mirënjohja e dytë, por vazhdonin mirënjohjet më të mira që unë me zemër i priqa gjitha ato urime, gjitha ato përgëzime, gjitha ato mesazhe që më kanë ardhur, vërtet më kanë bue mundi aq mirë, edhe mu duk që vetja ju më kthy me një njeri viral që ku me di se çka ka ndodhur. Në fakt, ju këtë punë e bëni prej 30 vitesh, po ja që për shkak të rrethonave të jashtëzakonshme që ka ndodhur në aeroplan, morri më shumë jehonë si lajm, sepse ne s'mund t'i heqim dot gjithë këto vite përvoj pune, të themi se njëra ka më shumë rëndësi se tjetra, sepse përkushtimi yt ka qenë prej 30 vitesh tashmë në këtë profesion. Si nëse të pyet dikush, a të duken shumë apo pak si vite? Si përkufizon? Duke pa sfidat, duke pa atë punën sfiduese, atë punën që është e vështirë pas luftës, sepse periudha pas luftës dihet që na ka sjell. Vërtet kanë qenë vite gjata me punë, me sfidë, mirë po vite të shkurta që të vepronim. Bashkë me kolegët edhe kolegët e spitalit, përgjithshëm pe bllokut operativ, të cilit i përshëndes shumë, kemi pas sfida tepër. Pandemia ka qenë një ndër rrugtimet tona ma të gjata edhe ma befasuese, sepse për neve ka qenë një virus i panjohun, ka qenë vërtet ka qenë një sfidë shumë e madhe, atë ko isha edhe menaxher pranë bllokut operativ, edhe kemi shpëtuar qindra mija jetë, por edhe na kanë vdek mjaft, shkak se s'kemi pas mundësi
që ti nxerrin. Mirë po ka qenë shumë e çuditshme pse stafi asnjëherë nuk morë mirënjohje për ato ditë aq vështira. Fjalë falënderuese mjaft, mirë po as të paktën një mirënjohje për punën dhe sfidën që kemi bërë. E keqe kjo, se duhet bërë, po ekzistojnë plot mite për anestezin. Disa thonë se qëndrojnë, disa nuk qëndrojnë, e kam bërë edhe diskutim edhe në studio me të tjerë. Cilat janë disa prej miteve ose gjanave më interesante nga përvoja juj që keni përjetu me pacient në efektin e anestezionit? Tash, për se filloj heqja vizave, është qasja ma e letë për neve si personel të shohim pak ato ndryshimet e mëdhaja, për shembull në për klinikat e mëdhaja, të shohim ato veprimet e mëdhaja, të kthejnë edhe njerë në hap mas, për shembull gjatë kohës pandemisë, na pacientat zakonisht i kemi marrë në sipap me mask faciale, edhe nuk e kemi përdor atë mençurinë apo atë potezin e gjermanëve në këtë rast që e kom pa dhe vret, kom qenë edhe vetë prezent mas pandemie dhe e kom pa se çfarë gabimi trashani kanë bërë ata pacientat pjesën më të madhe të pacientave i kanë intubu, edhe ty ndru pozitat e sendet mirë po çaj që ka rënë respirator edhe ashtu intubu i rrallë të shtaj që kanë bjetu. Dhe më thoni, kemi do sene shumë pozitive që kemi boj në krahasim me Evropë, do hapa shumë atë sigur, do hapa mirë po i kemi edhe të thash edhe ma herët ka qenë i virus, se në fillim e kemi pas shumë vështirë si të veprohet. Dhe më thonë, që nga fillimit i këshin ditë vetëm faktorët e koagulimit i përcjellim, atër shumë ma letë këshim e pas atë sfidë, edhe shumë pacienta më pak. Kjo e ponte më të vështirë, që ishte diçka e pa njohur. Për dallim për Evropë, e klinikave të Evropës punohet në kushte çfarë punohet. Vërtet jemi në kushte pak ma të vështira. Për shembull, e shoh që në klinikat më dhaja pashët e në Amerikë ishat e qika vllaut atje, e pash që spitalet organizoheshin në mënyrë pak ma tjetër, sallat e operacionit ishin pak ma tjetër, kishin dhomat e zgjimit apo recovery room që i thojmë na që ishin speciale që pacienti futej nëpërmjet tyne, premedikohej dhe futej në sallën e operacionit. Pastaj vjen ajo faza e zgjimit pacientit, sepse na kemi të bëjmë për shembull për diçmerime raste elektive të cilat nganjëherë zgjohen ma me vonesë, por për organizmin e pacientit, edhe pacienti nuk ka nevojë që të razohet, të zgjohet ashtu shpejt e shpejt, por neve na duhet të të bëjmë ata për shkak se pret edhe pacienti tjetër, për që po mos të bëja jo transparencë ashtu, atëherë pacientin ma letë kishin pas me i këthy me një dhomë të zgjimit, edhe zgjimi me qenë shumë i ngadalshëm edhe pacienti me dalë, do më thonë, atë sa mujta me pa pak edhe në Amerikë. Nuk është mirë ta lësh pacientin të flej gjatë pasi këndillet për herë të parë nga anestezioni? Jo, zgjimi i pacientit është mirë të bëhet vetë. Do më thonë, kur ai dëshiron vetë, sepse momentin që na veprojmë me barë, në momentin që ndërprejmë frimarjen, jepim relaksant, jepim analgetik për pacientin është një bombë, mos ta mashto, kur hinë operacion atëherë, shpirtin e pacientit e konziologu bashkë me stafin, që tonë kohën përcjellje si për e bëjnë këtë punë, mirë po pas zgjimit thash edhe ma herët për shkak se elektiviteti kemi raste tjera që duhet shpejt zgjohen, atëherë na duhet të veprojmë pak ma shpejt. Kjo është njëjtë sikur ti bjen në 12 ose 1 natës, edhe dikush të zgjon ty 1:10 në atë gjumin e parë, kur ti prandej e mirat e smirës, kish me qenë që ta kemi një dhomë zgjimit për shembull, që na e mendojmë në të ardhmen që ta kemi shumë shpejt me renovimin e sallave, që pacienti prej sallet kalon direkt dhomën e zgjimit. Që ta marrë kohën e vet. Shumë i qetë, zgjohet, edhe mos ka nevojë që t'japim në fund që japim antidote gjona që duhet me zgjuar atje. Jam krejt në fund edhe s'kam shumë minuta, po kam qenë gjithmonë kurreshtare. Ç'a ndodh me trurin dhe arsyet që qojnë që kur këndelemi prej anestezionit, flasin pak për qartë, ose ngelemi të një temë, ose nga pak i kemi të prejra, si me thonë edhe sekuencat e memorjeve që i kemi ose ditës që i kemi përjetu para se të futemi në... Pre eksperiencës time, çdo i dyti pacient, mos thëmë çdo pacient ashtu, momenti kur futet, dhe me thonë pak mundohemi që ta relaksojmë, që ta bëjmë që të ndihet mirë, sepse është një botë ndihet. Aty ku ngec pacienti, në ta hapa që ngec, pas anestezionit, pas këfjelljes tine, prap vazhdon me qatë ecuri. Aty ku ka mbet. Është shumë e çuditshme, me sekonda, me qindën e sekondave kemi vërtetu që qatë bisedë që kemi pas transparente, dhe kemi qenë të bisedu, që aty e vazhdon hapin tjetër pacienti. Shumë interesante,
Doktor, faleminderit shumë që erdhe sot, të faleminderit shumë që më ndove edhe një herë nga dora e parë kështu historinë që ke përjetuar. Faleminderit edhe një herë që vazhdoni çdo ditë të na tregoni se pa ju nuk mund të jetojmë. Faleminderit juve. Fillimisht faleminderit për studio, për intervistën. Knatësia jonë që të kishim. Unë kishta knatësi tjenë për në jush. Kretë për fund, desha veç të përshëndes familjen time në Dugazhin, edhe në Gjermani, djalin, vllahun, motrën, edhe gjithë ata që me bon këtë pushim, mas tirosi që ndodhi, që unë t'jem sa ma relaksus, i përshëndes gjithë shikust. Apo shkon prapë në Amerika, ke buna i plan, kur do shkosh? Po tash me që jemi me status, fluturime tona e pak ma të shpeshta, sepse spolojnë ata qëndrim ma tepër se 6 muaj, kështu që do t'jemi pak ma shpesh atje. Uroj që këtë herë edhe fluturimi vështjesh në gjumë, tash i është për vete, po e di që edhe në raste të tjera, si kjo do t'jesh i gatshëm. Si do që tjetë, hapin tjetër që do t'a mërë, do t'jem maj përgaditën, sepse i di se që kam pret në bordë.